Këtu jemi në Villa Ciano e Conte Cianos, dhëndrit të Mussolinit, i cili ishte me tepër se askush i dashuruar me Shqipërinë. Këtu jemi në ishullin e Lezhës, në Lezhë pra, dhe është një vend jashtëzakonisht i bukur, i cili të pak janë ato që e dinë, është ndërtuar për herë të parë gjatë luftës së dytë botërore, dhe pronari i tij i parë ka qenë dhëndri i Mussolinit, Conte Ciano, i cili e ndërtoi si një vilë të tij në tokën që e bleu, dhe është eksaktësisht kjo pjesë e vjetër e ndërtesës ashtu siç ishte dhe gjatë luftës së dytë botërore dhe para saj, në moment kur e ndërtoi dhëndri Mussolinit, burri i vajzës së tij, Conte Ciano, ish ministri i jashtëm i Italisë, i cili ishte i dashuruar me Shqipërinë në përgjithësi dhe sidomos me zonën e Shkodrës dhe të Lezhës, ku i ndërtoi ja këtë vepër monumentale për lezhjan që është ishulli i Lezhës. Ja Ernesti, ku është Ernesti, vllai i pronarit të strukturës, i cili po na shpjegonte se këtu kush vinte Ernest përveç Conte Cianos që ishte pronari i parë ishte Conte Ciano, Pa, ajo është pronari i tij. Ministri i jashtëm i Vandri Duqës. Vandri Duqës, po. Ai ishte. Papa senet ndryshuan regjimet. Po. Ra Duqja, bravo Vandrin, mbrapa e mori regjimi komunist, e kthy në rezidencë qeveritare. Kush vinte këtu gjatë regjimit komunist? Po këtu i herë ministrat e mbajnë që kanë qenë Marakli, Gjotijet, kënar gjithë. Po e në vërruja po ka rrovaj. Po. Nuk ka shpesh se pëlqet e Vlorën e Pogadesit. Po. Kush ishte që vinte me te për gjuhë e tij këtu? Mehmet Shehu ka dhe. Mehmet Shehu, Pra kur nuk gjete njerëz për të vrarë, vinte dhe vrite. Ja, nishin për gjuhë e tij. Për gjuhë e tij, okej. Për të vrarë e rregulloshin vetën se nuk ka qenë Marakli shumë, se këtu ka qenë vend muskanja, se në veri mendoj që ka më shumë se 2 vjet. Po sot kush e frekuenton me tepër? Po këtu vinë presidenta, ministra, zëvendës kryeministrat Kosovës, Maqedonisë, Tuj. Ernesti është një familje me tradita, një familje me origjinë nga zona e shquar edhe patriotike e Mirditës, dhe po më tregonte parë që babai i tij studionte gjatë luftës së dytë botërore në Itali. Në Itali, ka marrë studimet ka marrë studimet skola militare i thonë ato italian. Ne punoj përkthys e matë për internacionale dhe në 25 në rrisë sistemi. Perfekt. Ja pra tregon një familje me tradita, që i thojmë ne në Shkodër me taban, e cila është sot pronare e kësaj mrekullie, që është vila e pushimeve në ishullin e Lezhës. Po. Okej, atëherë edhe një herë nga ishulli i Lezhës, unë Alban Kraja ju përshëndes së bashku me Ernestin dhe ju uroj çdo të mirë. Hajde.